mund të ketë një efekt domino që mund të riskojnë këto konflikte, të kthehen dhe këtu në ndërhyrje ushtarake? Është e qartë që jo vetëm ky rast apo kjo situatë me Iranin, por edhe situata me Ukrainën vërejtohet me shumë kujdes nga armiqtë tanë, sidomos nga Serbia dhe Rusia, të cilët janë të interesuar që ta gjejnë një moment të përshtatshëm për ta sulmuar Kosovën dhe sigurisht që ta kthejnë mbrana kornizave shtetënore të Serbisë. Por edhe në anën tjetër bëhet një angazhim i jashtëzakonshëm edhe i faktorit ndërkombëtar perëndimor, i cili është interesuar që të arrujë qetësinë në Ballkan përgjithësi, por edhe i vetë Kosovës, të cilët mundohen që me çdo kusht që të mos krijohen rrethana të tilla dhe mundësitë të tilla ku eventualisht do të keq përdoreshin ose do të shfrytëzoheshin nga faktori serb dhe faktorë tjerë të interesuar për një konflikt.